Derisa korridorin 8 e menaxhonte Ministria e Transportit, 15 vite gjente arsye për mos realizuar. Fillun një herë, ishte presion i madh i bënim Ministri i Transportit asë kohë për korridorin 8. Nisi të bëm punim fizibiliteti se a do kalojnë mjaftueshëm vetura dhe a do të jetë i lëvërdishëm projekti. Mënyra sistemore, për shkak se sistemi ishte i dizajnuar para marrëveshjes së Ohrit një arkitekturë monoetnike. Edhe vullneti më i mirë politik sabotoheshte brenda sistemit. Edhe vazhdon të sabotohet në tutje. Derisa u arrit një pozicion më i vëlidshëm politik, i cili e theu sistemin. Edhe filloi të realizon korridorin 8. 20 vite është thehej ai sistem? Me 3 mandate ministër të financave shqiptar. Ekziston një sistem. Nuk mundesh për shembull të ndalet investimi kushtoj, shen qeveria i barabartë. A duhet të jemi gjithë palët barabartë. Për shembull, unë jam ministër i financave. Vjen Bujari, më fal që thirrë kështu drejt, vjen edhe thot unë e du korridorin 8. Vjen Trajko ja thot unë e du korridorin 10. Edhe unë jam ministër i financave, them unë nuk e nënshkruaj korridorin 8 nëse nuk shkon paralel me korridorin 10. Edhe nënshkruan korridorin 8. Mirë, po pas 20 vite, tash le mora shembull korridorin 8, po për më herët. Në implementimin e tutje, ju keni një sistem të tërë i cili saboton projekte të cilët derisa ne nuk e thyem atë sistem.